Çfarë do të ndodhë me protestën qytetare? Kjo është pyetja më e rëndom që bëhet, sidomos në rrjetet sociale, por edhe njerëz që më takojnë, njerëz me të cilët flas në telefon që mundohen të dinë opinionin tim. Nisur nga eksperjenca ime 36 vjeçare po quaj në Shqipëri, si që kam mbuluar si gazetar, por edhe eksperiencat që kam nga leximet e tjera, është një prej ngjarjeve më të koklavitura për t'i dhënë një përgjigje të thjeshtë. Dhe dini pse? Kam insistuar gjithmonë t'ju them, sidomos të rinjve që janë entuziast, që çelësi çdo gjë në demokraci është numri i votave. Për fatin e keq të protestuesve, por edhe gjithë shoqërisë shqiptare, Rama ka një mazhorancë të ndjeshme e cila nuk duhet ishte dhe nuk duhet ta kishte asnjë, dhe më uroj mos ta ketë asnjë lider politik, sepse një mazhorancë e madhe të bën arrogant, një mazhorancë e madhe sado mirë të jetë, nuk të lejon që ti të jesh modest me të tjerë, pra të zhvesh nga modestia dhe të bën arrogant. Por po marr një për një skenare duke u nisur nga pyetjet e qytetarëve. Pjesa më e madhe e qytetarëve thonë, ne duam që Rama të largohet. Përgjigja, dhe po mundohem bëj avokatin e djallit në shumë prej përgjigjeve, është dakord. Që të kërkosh dorëheqjen për largimin e Ramës, duhet ta bindesh atë që të largohet. Si mund ndodhi kjo? Ose që protesta të shtohet, ose që protesta të marrë për masa shumë të mëdha, ose që Rama vetë të ndihet jo komod dhe të jap dorëheqjen. Që Rama të jap dorëheqjen me koshiencë, duke ndjerë protestën, në gjykimin tim, se a njoh atë, por edhe duke ndjekur deklaratat e ditë fundit është e pamundur. Rama nuk do të jap dorëheqjen, do mundohet të rezistojë deri në fund. Atëherë mbetet përshkallëzimi i protestës. Ne kemi pasur 2 raste kur përshkallëzimet e protestave kanë çuar në ndryshime të mëdha dhe një gjysmë ndryshimi në 2013. Po i marr një për një. Ndryshimi i parë është vitit 1991. Partia Punës fitoi 2/3 e Parlamentit të Shqipërisë, por në 15 qershor të atij viti, forcat politike, 15 maj, të 1991-shit, sindikatat në bashkëpunim me partitë e opozitës nisën një protestë madhore në të gjithë vendin. Protestë që bllokoi transportin në vend, dhe atë kohë transporti ishte i gjithë i publik, që bllokoi të gjitha fabrikat, të gjitha uzinat. U deshën më shumë se 21 ditë protestë që kulmuan me një grevë uriet minatorëve nën galeri nën tokë në Valias, që kryeministri, që Partia e Punës së Shqipërisë në atë kohë të rrëzonte qeverinë dhe të krijojë një qeveri e stabilitetit, e cila kishte kryeministër po socialist, po jo Fatosnanon, dhe zëvendës kryeministër demokrat që ishte Ylli Bufi i Partisë Socialiste dhe Gramos Pashko i Partisë Demokratike. Qeveria e stabilitetit e drejtoi vendin deri në fund të muajit dhjetor, kur Partia Demokratike u troq nga qeveria, u krijua një qeveri teknike e drejtuar nga Vilson Ahmeti deri në mars, kur në mars Partia Demokratike fitoi zgjedhjet dhe vijoi pas. Rasti i dytë kur protestat kanë përshkallëzuar janë ngjarjet e shkurtit, janar-shkurtit vitit 1997, që quan pas ngjarjet e vitit 97 dhe detyruan Sali Berishën të jepte dorëheqjen, por sërish të shkojë në zgjedhje. Pra dhe në 91-shin pati zgjedhjet parakoshme, në 92-shin dhe në 97-ën pati zgjedhjet parakoshme po atë vit. Pra e vetmja zgjidhje, siç e kam thënë edhe një herë, janë zgjedhjet. Pra në këtë rast ka një problem të dytë. Në qoftë se protesta përshkallëzohet dhe do hyhet negociata me Ramën, siç thot shumica e njerëzve, ne s'do të pranojmë më që Rama ty. Këtë nuk e ndalon dot, sepse Rama mund të jap dorëheqjen, mund të hyjë sërish në zgjedhje si kryetari i Partisë Demokratike, si kryetari i Partisë Socialiste, dhe mund të pretendojë të fitojë zgjedhjet. Të fiton apo jo, kjo varet pastaj sërish nga vota e shqiptarëve, por në këtë situatë pakënaqësie, një fitore në këto përmasa do të jetë për në gjykimin tim është e pamundur. Por gjithsesi, ai është në garë dhe nuk ka asnjë formë demokracisë, sepse si mund të ndalosh një person nga kandidimi. Nuk ka asnjë mundësi reale që dikujt t'i thuash që ti nuk do kandidosh, se mua nuk më pëlqen që ti të kandidosh. Problemi i dytë është negocimi. Në qoftë se ti do shkosh në një dorëheqje të Ramës të negociueshme dhe do kërkosh një qeveri kujdestare, teknike, 6 mujore apo 3 mujore për të përgatitur zgjedhjet, do duhet sërish të negociosh me Ramën. Pse? Sepse kjo qeveri do kërkoj 71 vota. Kush do ta votojë qeverinë teknike në parlament? Kush do të japë votbesimin qeverisë? Sot 83 deputet janë Partisë Socialiste, plus 3 janë Socialdemokratëve, 86 vota janë të mazhorancës. Votat e tjera janë votat, pra mandatet e tjera janë mandatet Partisë Demokratike, por ti nuk e bën dot. Pra sërish do duhet që protestat ketë një leadership i cili do të negociojë me kreun e mazhorancës, që në këtë rast është Rama, për ta detyruar atë që të votojë një qeveri teknike që në një farë mënyrë do paralajmërojë fundin e tij. A do pranoj Rama ta bëjë këtë? Është shumë e vështirë,
ta them, kjo do të varet nga presioni. Nëse presioni rritet, mund të ndodhë. Nëse presioni nuk rritet, do të jetë pak më e vështirë. Versioni tjetër është një version që shumë veta ma kanë thënë që Rama dhe Berisha të mos kandidojnë më. Kjo si në rastin e Ramës nuk vlen sepse ti nuk mund t'i diktosh liderëve të dy partive politike, zgjedhur nga partitë e tyre se çfarë duhet bëjnë. E fundit fare është përfaqësimi politik. Në çdo rrethan, me protestë të madhe apo jo, me bllokim të madh apo jo, me përjashtim qoftë edhe në rastin kur mund përshkallëzojë siç ndodhi në Nepal dhe në Bangladesh që të shkojë në përplasje të forta në djegje, çdo zgjidhje ka qenë me zgjedhje. Sepse nuk ka asnjë formë tjetër në demokraci se mund t'i përqasesh pushtetit. Edhe fjala revolucion mund të ketë konotacione saj të parë, po ideja e një revolucioni të mirëfill që të marrësh pushtetin përmes revolucionit nuk funksionon, nuk ka funksionuar as 102 vjet më parë, kur Fanoli bëri atë që quhej revolucioni i qershorit, që në fakt ishte një gru shteti, dhe jo më të funksionojë në vitin 2026. Kështu që problemi kryesor i këtij grupimi që proteston, që në pjesën më të madhe nuk kanë votuar, sepse nuk janë ndjerë përfaqësuar, sepse kanë qenë të rinj dhe nuk kanë besuar tek vota, është shndrimi tyre në një apo disa struktura politike, sepse ideologjikisht është një amalgam, të cilat mund të hyjnë në zgjedhje. Do të ishte shumë më mirë për Shqipërinë që të kishin më shumë forca politike, që votat shpërndajnë midis tyre, që të detyronte liderët politikë që për qeverisin e vendit të bënin koalicion qeverisës, pra koalicion të forcave politike, dhe jo të ishte një super majorancë e një personit vetëm që mund të japë mundësin të jetë arrogant, shpërfillës dhe të bindet që në fundit votat i kanë dhënë atij legjitimitet për gjithçka. Përderisa janë dhënë 86 vota majorancë Edi Ramës, ai ka të drejtë mendojë që ka mbështetjen e njerëzve, sepse nuk e dallon dot, nuk numëron dot njerëzit në protestë apo njerëzit që rrinë në shtëpi. Kështu që prandaj unë kam kërkuar, i kam thënë Ramës që zgjidhja më e mirë për të vetë dhe për gjithë do të ishte një rikonfirmim, pra të shkonte në zgjedhje të shite. E votojnë shqiptarët apo nuk e votojnë, natyrisht duke garantuar zgjedhje të lira të ndershme për gjithë. Por, insistoj edhe një herë, gjithë ky grupim njerëzish protestues, të cilët nuk duken politikisht të angazhuar, që nuk duken të kenë pasur interesa politike, po që interesi politik ju zgjua një moment të caktuar, nuk mund ta kanalizojnë energjinë, protestën, zemrimin, kontestimin e tyre në asnjë formë tjetër përveç formës së zgjedhjeve dhe politikës. Duhet krijojnë struktura politike me liderët e tyre, kryesisht të rinj, që të kontrastojnë me liderët pak më të moshuar politik në Shqipëri, për të dhënë vendit vizionin që të rinj nuk e gjejnë përfaqësuar as tek Rama, as tek Berisha. Nuk ka asnjë formë tjetër, insistoj edhe një herë. Në demokraci, çdo vendim kalon përmes votës, çdo vendim merret përmes votës dhe çdo pushtet konsolidohet dhe ushtrohet vetëm përmes votës. Natyrisht duhet të jetë votë e lirë dhe e ndershme. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër, kam thënë edhe një herë. Zgjidhja e vetme janë zgjedhjet. Zgjidhja e vetme janë zgjedhjet, zgjidhja e vetme janë përfaqësimi në zgjedhje që gjithë secili të ndihet i përfaqësuar.